Sot rreth orës 3:10 në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar, punonjës policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin GSH 24 vjeç nga Republika e Turqisë, i cili po lëvizte me automjetin e pasagjerëve Golf me targa të Shkupit, sepse në automjet është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Pas urdhrit të marrë nga gjykata, sot rreth orës 9:30 është kryer edhe bastisje në shtëpinë dhe ambientet ndihmëse në Gostivar, ku ai banonte, dhe gjatë bastisjes janë gjetur dhe konfiskuar marijuan dhe kokainë. Pas dokumentimit të rastit, kundër GSH do të përgatitet kallëzim penal përkatës. Sot rreth orës 2:05 pranë nyjes së Bërvenicës, punonjës policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria personat IS 23 vjeç dhe NS 28, të dy nga Bërvenica. Gjatë kontrollit të automjetit të pasagjerëve BMW me targa të Tetovës, që drejtohej nga IS dhe bashkëudhëtari ishte NS, u gjetën 100 gram kokainë, një peshore digjitale dhe para. Personat janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet kallëzim përkatës. Mbrëm rreth orës 22:45 në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar 33 vjeçarin AM nga Tetova, i cili ishte denoncuar nga babai i tij se në shtëpinë e tyre familjare po prishte rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për shtresë përkatëse. Dje rreth orës 17:25 në SPB Tetov, SSH 62 vjeç nga Tetova ka denoncuar se më 22 shtator ishte sulmuar fizikisht nga reja e saj GSH, e cila i kishte shkaktuar lëndime trupore të konstatuara në Spitalin Klinik Tetov, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 19:30 në SPB Tetov, DS nga fshati Egunovc denoncoi se kishte rënë zjarr në një kasole pronë e fqinjit të tij, JZ. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa me ndërhyrjen e njësisë zjarrfikse Tetov, zjarri është shuar. Ekspertizë në vendin e ngjarjes ka kryer një ekip nga SPB Tetov. Dje rreth orës 16:30 punonjës policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar AU 50 vjeç nga fshati Zdunj, i cili ishte denoncuar se kishte prishur rendin dhe qetësinë publike dhe ishte sjellë në mënyrë agresive. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të përgatitet para shtresë përkatëse.